se e kam regjia. E kam Dervish Hasin, mjekun. Nuk e di nëse e kam nga regjia, ma konfirmojnë. Oke. Më konfirmojnë nga regjia që doktorin e kam në lidhje. Oke, do t'jem në një bised me të. Mjeku Dervish Hasi, kardiokirurgu, i cili në fakt ashtu siç po diskutoj edhe me avokatin Shkëlqi Mustafa, pikërisht për sa i përket edhe vendimit dhe dënimit të tij me 15 muaj burg. Doktor, mirë se vjen bised. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po diskutoja, besoj bisedën, nuk e di nëse ke patur mundësi ta dëgjoje bisedën që pata me avokatin. Jo, sapo jam futur tek juve sepse isha në lëvizje. E qartë. Doktor, të falenderoj që je në lidhje. Si është sot që flasim gjendja juaj? Ju keni dalë nga paraburgimi, apo jo? Po, u bë pothuajse një vit që kam dalë nga paraburgimi dhe kam vazhduar jetën pothuajse normal, ashtu siç e ka pjesë e karakterit tim, nuk është se u dorëzova as me paraburgimin dhe as mbas paraburgimit. Prisja një drejtësi nga drejtësia jonë, po themi, në shtetin apo në Republikën e Shqipërisë, prita deri në momentin e fundit vendimin e gjykatës, dhe aktualisht jetoj dhe vazhdoj jetën ashtu siç kam pas vazhduar më përpara. Jeni kthyer në detyrë? Po, që në momentin kur dola me detyrim paraqitje, pothuajse. Pra që kur dolën me detyrim paraqitje, ju jeni kthyer në detyrë, vazhdoni me operacionet. Po, vazhdojnë edhe që të jem në punë pranë spitalit që jam... Ndalemi pak, si kanë qenë ato 10 muaj tuajt në paraburgim, doktor? Patjetër që është në fillim ishte një, po themi, gjë madhe dhe e pa imagjinueshme që isha në atë vend. Pse? Pse ishte e pa imagjinueshme për ju? Sepse ishte pa imagjinueshme sepse nuk kisha bërë asgjë, isha i bindur në atë në çdo lloj koncepti që s'kisha bërë asgjë dhe s'kisha pse të isha në atë vend. Dhe ndodhi papritur në natën, po them në natën e 17 janarit të vitit 2024, sa kisha pas zbritur nga spitali. Dhe kisha mbaruar operacionin dhe isha, po themi, bashkëjetuesen time dhe po zbritnim poshtë në Lidem dhe papritur rrethohem nga policia dhe shoqërohem për në komisariatin numër 1. Pra ju jeni kapur, ashtu siç po na sqaronte dhe dua të ndalim vetëm pak këtu, doktor. Ju keni dalë nga puna atë ditë në janar të 2024-s dhe ju kanë ndaluar forcat e policisë. Çfarë ju thanë kur ju ndaluan? Ju keni qenë thatë bashkë me bashkëjetuesen tuaj? Po, bashkë me bashkëjetuesen time ishim në makinë dhe në moment na kanë shoqëruar në komisariatin numër 1 dhe s'na jepnin asnjë informacion. I thoja për çfarë bëhet fjalë dhe askush nuk jepte informacion. Dhe nuk ju dha një arsye ndalimi? Asnjë nuk dha, askush s'folte, askush nuk jepte informacione, vetëm sepse më rrethuan, po themi 4-5 makina, shqiponja, FNSH-ja, të cilat u dukej sikur po kapen dikush që ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm. Jo thjesht ishte një ndalim apo shoqërim i zakonshëm. Mund të pyes, doktor, sa vjeç ishte bashkëjetuesja juaj në atë kohë? 17. Rreth 17 vjeç. Po, rreth 17 vjeç, po. Kur e kuptuat ju që patët u njohët me akuzat nga OPG-ja dhe nga prokuroria? Në momentin që kam hyrë, po themi në komisariatin numër 1, aty kam folur me shefin e komisariatit dhe më thotë që doktor që është e jote ka ardhur urdhër nga sipër që ti do arrestohesh. Dhe askush s'jepte informacion dhe asgjë, domethënë nuk jepte kush detaja. Dhe i thoja pse, kush është arsyeja? Dhe i mojnë vesh më vonë. Kaq që ishin postulatet e tyre, false. Po me cilin qëllim, edhe nëse ishte edhe në urdhër, pra si e justifikoni ju, cili është qëllimi? Qëllimi ishte i qartë, u mor vesh, po themi, mbas disa ditëve që unë isha në Minepeza, dhe më vjen avokati dhe më tregon të gjithë situatën që ndodhesha dhe e gjithë situata që kishte ndodhur. Pra, për ta kuptuar pak, ju thoni që sipas pretendimit tuaj ka patur persona që kanë dashur që ju t'jeni i mbyllur në qeli. Patjetër që sepse jam bërë qartë gjithë shqiptarëve ato që kanë qenë vigjilentë, ato të cilët po themi kanë qenë të atashuar dhe kanë ditur ose kanë dashur të informohen për pjesën jo vetëm miqtë e mi, dhe jo vetëm ato të njohurit e mi, jo vetëm familjarët e mi, jo po themi të gjithë njohjet e mia që më njihnin se çfarë përfaqësoj dhe kush isha,
por dhe ato të cilët flisnin në rrjetet sociale dhe që kishin interes të njiheshin me çështjen time, u njohën se si është realiteti dhe si ishte Megjithatë, vërteta. doktor, këtu dua që të ndalem pak, se avokati më sqaroi që personi i parë që ka ngritur akuzën ka qenë babai i vajzës. U njohët kur u njohët ju me këtë rast? Kallëzimin. Kallëzimin, ndjes. Më fal. Atëherë babai i vajzës nuk ishte as pak, nuk e di se çfarë se si e interpretoi avokati. Po them ai babai i vajzës nuk ishte as pak fare kallëzues. Ishte një person i cili kishte shkuar në komisariat në një formë po themi ankimi, as kallëzimi jo, ankimi, që do thotë ankohej për situatën se çfarë po ndodhte me vajzën e saj. Ndërkohë që babai ishte në dieni dhe ishte në dieni po them para një viti. Dhe ai kishte hyrje dhe dalje me mua dhe unë kisha hyrje dhe dalje me ta. Po përse u ankua atëherë babai nëse kishte përse u ankua babai nëse kishte hyrje dhe dalje, doktor? Po e them ekskluzivisht pra këtu që po ta them që nuk ishte babai ai i cili e mori këtë rrugtim. Ishte dikush tjetër i cili i dha urdhër apo përfitonte nga lëvizjet e babait. Kjo është e gjitha. Pra ju thoni, sipas kësaj që thoni ju, është përdorur babai për t'ju sulmuar ju? Patjetër. Jo atë që themën, po ai kjo është e vërtetë dhe është realiteti dhe din gjithë pothuajse. Edhe gjyqësori, edhe mjekësori, edhe familjarët, edhe të njohurit e mi, edhe miqtë e mi të gjithë e din. Nga veriu i Shqipërisë deri në jug të Shqipërisë. Sepse njohurit e mia janë të gjithanshme dhe të pafundme dhe të gjithë ato e din shumë mirë me detaja këtë historinë time, gjithë. Doktor, ju thatë që atë ditë ju ndaloi policia, ju ndaloi një grup policia, një post-blog, nëse po i referojmë kështu, nuk po bëj fjalë për post-blog. Nuk bëj fjalë për post-blog, bëj fjalë për një arrestim dhe një shoqërim i mirë organizuar, që ishte marrë informacioni që ky person duhej të bëj, po themi buj, që në arrestimin tim. Çfarë ju pyetën mirë? Çfarë ju pyet? Asgjë, e thash dhe më parë, asgjë nuk u pyetën, vetëm në ndaluan dhe na shoqëruan për në komisariatin nr. 1, kaq. Okej, çfarë të pyetën në komisariat? Nëse më thua pak, çfarë të pyetën atje? Asgjë, vetëm asgjë, vetëm kanë shoqëruar, kanë bërë kontrollin e banesave ku jetoja unë dhe për asgjë zgjedhën një të gjëra të jashtëligjshme, po themi atë që bëjnë të gjithë, po themi policia kur të shoqëron apo kur të arreston. Dhe pasi më kanë shoqëruar në banesa për të kontrolluar banesat, siç është rutinë e policisë në momentin e arrestimit, jam shoqëruar për në bllokun e sigurisë tek Mine Peza. Asnjë s'ka marrë pyetje, askush s'ka marrë pyetje, askush s'ka bërë. Një avokat, doktor, tani, për tek kësaj, një avokat i lindë drejta gjithkujt që të taket në këtë rast. Çfarë i thanë avokatit tuaj? Po. Më fal, një detaj që harrova, sepse është një detaj kësaj, sepse ka ardhur avokati im në orën 1:30 të natës, dhe kanë pas përpara 2 OPG-s, 2 oficerë të policisë gjyqësore dhe një tjetër që shkruante. Dhe në ato moment i kanë thënë avokatit tim, i thot avokati për çfarë ndaluar doktorit, avokati i thotë që është ndaluar për marrëdhënie seksuale të mitur. I thot sa është vajza, vajza mbush 17. I thot jo, po i ka filluar para 16 si i thonë OPG-s lidhjen. I thot avokati im thot më falni për ignorancën, por se kjo nuk është vepër penale. Dhe po i bie shkurt mbas 45 minuta sepse i kishin shkruar. Këto letrat e kësaj akuze grisen dhe vjen akuza pas 45 minutash për trafikim. Sepse urdhri ishte dhënë që ky person duhej patjetër të arreston shkurt, bukur dhe qartë. E qartë, kur thoni ju trafikim, se tani kjo është akuzë shumë e rëndë të thuash trafikime dhe prandaj po e sqaroj edhe pak me avokatin. Akuza e trafikimit është një akuzë e rëndë. Pra mbi bazuar mbi çfarë? Nuk kishin mënyrë tjetër për me bërë arrestimin. Me çfarë akuzë tjetër mund të më arrestojë? Po bëj pyetje retorike për gjithë juve dhe për gjithë shqiptarët. Me çfarë akuzë tjetër që unë bashkëjetoja me dëshirë në me të gjithë parametrat e mia fetare, shoqërore, familjare, të gjitha, nuk kisha prekur dhe dishin të gjithë jetën time, askuj nuk kisha prekur në tela dhe askënd s'kisha cënuar dhe asnjë liç nuk kisha, do të thënë, shkelur. Me çfarë kauze do më arrestoj përveç se kësaj neni që ishte... Kur ju thoni për bashkëjetesën tuaj pra që njerëzit e dinin, e dinin familjarët për bashkëjetesën që ti kishe me vajzën? Ata e dinin. E dinin familjarët e mi, e dishin prindit e mi, dishin të gjithë familjarët e saj, të gjithë e dinin. A janë thritur ata për dëshmi? Patjetër që janë thirrë, patjetër. E kanë pranuar ata këtë?
që në kallëzime kanë pohuar këtë gjë. Në asnjë moment të gjitha dëshmitë që janë bërë, në asnjë moment për dëshmive nuk është thënë që ne ka po themi keq trajtuar apo e ka dhunuar, apo ka marrë me forcë asnjë gjë, vetëm thjesht që nuk jemi dakord me këtë lidhje. Sikur ishte ndonjë gjykata, sikur isha arrestuar unë për. Mirë, dakord. Ja këtu dua të pyes pak, doktor. Ta ka shprehur ndonjëherë familja e vajzës që nuk ishin dakord për këtë lidhjen tuaj? Ata vetë ja u kanë shprehur ju ndonjëherë? Përpara flasë kjo gjë. Dëgjoj, familjarët e vajzës kanë pas në gjatë gjithë lidhjen tonë kanë pas oscilacione të tyre, për hir vërtetës. Pra, kam pas oscilacione të cilat pranojnë dhe u janë fut në shtëpitë e tyre para se më ndodh. Kam qenë në shtëpinë e familjarëve, kam ndenjur në shtëpinë e familjarëve dhe pastaj kur ja mori vesh sepse ato do të s'dinin se çfarë kërkojnë. Dhe në momentin e dytë, në të cilën ato fillon të merret vesh, po themi lidhja dhe bashkëtesa jon, ato nuk u ndjen dhe u përdorën pastaj nga persona të tretë dhe e kalua në anën tjetër të gjithë situatën. E kuptoj. Pra ju thoni që familjarët janë përdorur në këtë rast. Ka diskutim. E kuptoj. Si ka qenë gjatë kësaj periudhe raporti juaj me vajzën, doktor? Pra me bashkëtuesën tuaj. Aktualisht me vajzën kam bërë lidhje martësore në zyrën civile. Jemi të martuar dhe mjafton kaq besoj për të kuptuar realitetin e gjithë saj fasade dhe gjithë saj të ngritur nga kiqdashësit. Pra dashuria ju e ka vazhduar në këtë po pyes. Ka vazhduar dhe biles është akumuluar në vite. E kuptoj. Kur u njohët... Se sot vajza është 19 vjeç, ose të në bashkëpunime. E kuptoj. Kur u njohët me akuzën e pornografisë, cila ishte, sepse këtu duke ju bërë këto pyetje, doktor, sqarojmë pak dhe çfarë u tha në media atëherë. Dhe paralelisht, normalisht edhe regjia ka titujt të cilët qarkulluan në atë kohë. Pra pati një sër akuzash. Si shinit ju këto akuza cilat bëheshin në media nga qelia e paraburgimit? Tani, në konceptin tim, po themi në momentin kur hyra në paraburgim, unë dhe kur më erdhin pas 3 ditësh me thanë që se si ishte përgatitur i gjithë komplotin ndaj meje, më kuptova që situata po bëhej çdo ditë më e vështirë. Fakti që personat me fjalë që kishin ngritur gjithë këtë komplot ishin të pushtetshëm dhe ishin të mbështetur nga media, patjetër që prisja dhe i prita këto situata që ndodhen. Vazhdoi lufta mediatike me ditë të tëra, sikur domethënë ishte arrestuar Pablo Escobar, pavarësisht fenomenit, po themi moral, se si u interpretua moralisht në opinionin e shqiptarëve, që ajo s'është e vërtetë, ajo s'është e vërtetë, është thjesht një interpretim, jep informacion aq sa ti të marrësh atë që don, dhe nuk jep informacionin ashtu siç ishte. Dhe po të shikojsh dhe informacionin që u dha para ca ditësh për gjykatën që vendosi me dënim 15 muaj burg, asnjë nga mediat nuk specifikonte faktin që këto muaj që janë dhënë janë muajt e paraburgimit që kisha bërë para 1 viti gjysmë. Askush. Pse e bënin këtë? Edhe kjo për keqdashje. Sepse më merrnin telefon pa fund miq, pa fund shok, pa fund familjar dhe më thonin, doktor, a je i lirë apo të kanë arrestuar prapë? Sepse bën një tollovi për së dyti të herë. Fakti dhe askush nga media nuk doli që thonte që u dënua doktori ai sa kishte bërë në paraburgim me pa të drejtë. Askush nuk doli ta thonte këtë gjë. Pra që këtu kupton, ai që është i zgjuar kupton se çfarë çorbe është gatuar dhe se sa vështirë ka qenë që kjo çorbe të vihet në këtë moment. Dhe të vinë deri para. Po mirë, po të bëj një pyetje jashtë, po të bëj një pyetje pak më humane tani, doktor. Pse kanë njerëzit, pse pas ka qenë dikush kaq i pushtetshëm me dëshirën për t'ju bërë ju keq, kur ju jeni një njeri me një profesion të respektuar, si mjekësia, një besimtar, pse, cili është? E para punës po them një kundërpërgjigje të shpejt, që askush në botë nuk ka njerëz që të gjithë duan dhe të gjithë askush. Ai që pretendon që duhet nga të gjitha është gënjeshtari. Po deri këtu për t'ju parë unë në burg? Po patjetër, atëherës nuk është halli sepse këtë thash në parantezë. Kurse e dyta, përgjigja eksakte e kësaj që po thuat dhe po më pyesni ju mua, këtë do të merren organet kompetente të drejtësisë. Dhe besoj që do merren. Do vijë një moment që do merren. Pra ju thoni që do ngrini akuza
ligjore? Patjetër, çdo gjë ka momentin e vet. Dhe lutem edhe një herë, po ta them edhe një herë, sepse më bëri pyetje e cila ka shumë rëndësi. Sepse pikërisht dikush merret me një doktor. Po ta them për çdyti, e para mos pretendoj kush në botë që do duhet apo do dashurohet nga të gjithë njerëzit, do ketë dikush që do ta urrejë. Dhe e dyta, po ta them që përgjigjen e kësaj eksakt do merren organet kompetente, të cilat është drejtësia. Cili ka qenë titulli që ju ka shqetësuar ju më shumë gjatë asaj periudhe, doktor? Me të thënë të drejtën, në momentin kur kam qenë në dhomat e paraburgimit, nuk jam marrë shumë, sepse presioni psikologjik dhe presioni ishte shumë i madh dhe nuk kam dashur fare të ndalim në këtë pjesë se çfarë thonin. Besoj që keni lexuar mediat, i keni lexuar portalet, Jo, më shumë kur kam dalë. Edhe kur kam dalë për vërtetës nuk jam dalë fare, dhe nuk më intimidonin fare pjesa e mediave, dhe fakti kur e thanë tani para 2 javësh dhe ditësh që thanë kot, nuk më intimidonin fare sepse isha i ngopur dhe i ngopur me këto akuza edhe me këto, po themi, sulme që para 2 vjetëve. Gjatë kësaj periudhe që ju keni qëndruar në paraburgim, se tani këto janë, a ka tentuar ndonjëherë t'ju takoj familjarët e vajzës të cilët ngritën dhe akuzën, ose ngritën shqetësimin e tyre? Jo, ka tentuar vetë vajza, mjafton që të ndodhte vetë vajza të vinte, bënte kërkesën e prokurorisë. Pra vajza ka tentuar disa herë që të vi. Është lejuar? Patjetër. Tani është lejuar si është lejuar, do të thonë ai ka bërë të gjithë përpjekjet e mundshme. E kuptoj, por ajo i ka bërë përpjekjet edhe për treguar që nuk ka asnjë gjë kundrejt jush. Jo që nuk ka asnjë gjë, por se persistenca e të gjithë atyre të cilëve e komplotuan pjesën time, vazhdonte dhe unë duke qenë paraburgim me vajzën. Shkoi her pas here gazetar, investigativ, psikolog, OPG, shkoshin të mushë mendja vajzës që hiqdor nga kjo gjë, dhe nuk e arritën dot. Kjo ishte domethënë një farë mënyrë dhe suksesi, sepse po të ishte ndryshe, ndoshta domethënë do bëshin ata, dhe kjo drejtësi do ishte me akuzën trafikim sot, dhe nuk do isha me... Mirë, doktor, me që jemi këtu, ju tha që nuk i keni parë titujt, unë do t'i referohem vetëm pak titujve për të diskutuar me njëri tjetrin. U arrestua për trafikim të miturish dhe pornografi, lirohet mjeku Dervish Hasi, akuzohet për prodhim, importim, ofrim, vënie në dispozicion, shpërndarje, transmetim, përdorim ose posedimi pornografisë së videove me të mitur. Pra, nuk qëndron. Kjo thoni ju. Jo, kjo është ndërtimi i dispozitës, jo se akuzohet... Okej, ndërtimi i dispozitës. Dispozita ka këto anë objektive si kryet, një nga këto format. Okej, një titull tjetër të lutem për ta diskutuar pak me... Flas titujt e kohës, regjia me çfarë mund të më ndihmoj. Mori në shtëpi si grua të 4 të miturën, gjykata e Tiranës dënon me 15 muaj burg. Është... Po ky titull, doktor. Mori në shtëpi si grua të 4 të miturës. Në qoftë se më pyet mua, po thuj se po të ishin të gjithë, po themi vigjilent ato që përgjigja e mora nga aja tek zoja dhe kronologjinë e të gjithë situatës time e kam euzauruar dhe sqarova me detaja. Tani se si interpretohen dhe media, thash se çfarë ishte media dhe çfarë roli kishte media në të gjithë situatën time, e shpjegova më parë dhe më lart. Media ishte ajo e cila më bëri gjyqin dhe media ishte ajo e cila më la në paraburgim me të padrejtë 10 muaj. Me të pa drejt. Është pikërisht kjo media e cila më bëri këtë gjë dhe çfarë mund të them unë tani në këtë përgjigje që po më thoni ju si mendoni, sepse vetë sa po e them në 2 sekonda. Jo, dakord, unë e kuptoj që nga media ka patur presion të madh, po ndërkohë nga ana tjetër, në titujt çfarë është publikuar dhe është sqaruar në titujt, a ka patur diçka të vërtetë apo jo? Kjo është pyetja. Pra, mori në shtëpi si grua të 4 të miturën. Tani se çfarë në pjesën time, po themi private dhe në pjesën time se si e kam bërë jetën unë dhe se si e bëj jetën unë, e din të gjithë, e din familja ime, e din fëmijët e mi, e din bashkëshortët e mia apo dhe bashkëjetuesit e mia dhe nuk mund t'i jap kërkujt, as kujt nuk i jap, po themi, të drejtë të futet në këtë pjesë. Duke siguruar çdo kënd që në asnjë lloj momenti nuk kam shkelur, po themi, asnjë ligj dhe asnjë gjë tjetër të këtij shteti apo të këtij vendi ku ne jetojmë. Kaq besoj që është... Po besimtarët e tjerë, a pati nga ata besimtarë që ju përshëndeten, që ju mbështeten, që ju vizituan ndoshta në paraburgim, doktor? Pjesa më e madhe, po themi, në shoqëri, jo, nuk lejohet në paraburgim, vetëm se familjarët. Ose nëpërmjet familjarëve, nëse ju çuan një letër, nëse ju çuan diçka. Patjetër. Të gjithë familjarët e mi, të gjithë të njohurit, të gjithë prindërit, fëmijët, të gjithë kanë qenë
shoqëria, po themi dhe kolegët, të gjithë kanë qenë mbështetje dhe i falenderoj të gjithë dhe gjej momentin që t'i falenderoj të gjithë. Po, ndërkohë ka patur dhe nga ato figura të besimit musliman të cilët e kanë kritikuar. Nuk besoj, i kam parë të gjitha, po themi, portalet, dhe i kam parë të gjitha, po themi, ato emisionet, dhe i kam shkarkuar për hir të vërtetës, se ndoshta do më duhen më vonë. I kam parë që dy figura, 2-3 figura të cilat përdoren vazhdimisht nga disa media për të atakuar, domethënë, disa figura dhe figurat të cilët lidhen me fenë islame. Por se s'ka asnjë lloj lidhje me fenë islame ato që flasin në emër të fesë islame aty. Asnjë lloj lidhje s'ka. E kuptoj. Pra, është thuaj që ju thoni që ka disa të vërteta të cilat nuk janë ashtu. Doktor, mjafton ndërgjegjja ime, mjafton dia ime, mjafton domethënë ajo që di vetë. Kjo ngjarje a ka ndikuar tek jeta juaj si mjek? A ka pacientë të cilët refuzojnë ndoshta që që refuzojnë, por ka një pjesë kategorie e pacientësh për hir të vërtetës, për të pranuar realitetin, janë ato të cilët që kur kontakt bëjnë, janë shumë të pak, por në kontaktin e parë që mund të kenë, patjetër që një ndër cilësitë po themi të pacientëve apo të familjarëve në Shqipëri është që hulumtojnë për doktorin apo për kirurgun, sidomos për kirurgun që do operojë zemrën. E qartë. Dhe ka një pjesë të tyre që në moment e parë të shohin me syrin e mos të diturit se çfarë do ndodhë, por nuk zgjat as 5 minuta komunikimi apo informacione dhe ka dashur Zoti që më shkryhen në feedback pozitiv, nuk është kjo, po themi, gjë. Pra ka ndikuar pak, por ama ka ndryshuar, thua. Bile s'ka për atyre familjarëve të cilët në fund të operacionit dhe kur bëjnë të dalin, vinë me buzëqeshje dhe thonë, doktor thotë, i kemi parë ato, do të thënë, përralla që flitet për skesë dhe lidhje. Kjo jo për të lavdruar vetëm, por kjo është një realitet. E kuptoj. Pra ka patur një lloj ndikimi, thoni në jetën tuaj profesionale. Po te kolegët, po nga kolegët? Po të them që nuk ka, do të thënë është thjesht gënjeshtar. E kuptoj, po nga kolegët ka patur paragjykime se u diskutua atëherë që mund të ishte edhe sulm nga kolegët, duke qenë se mjekësia gjatë asaj periudhe. Jo, kolegët për vërtetës që para se me ndodhë kjo që ndodhi, ishin të informuar për jetën që boja unë dhe për atë jetën ndryshe në thojza që mund boja unë. Dhe askush nuk më ka paragjykuar dhe askush nuk më ka, po themi, atakuar dhe askush për tyre nuk më ka parë ndryshe. Jo, përkundrazi, më kanë dashur, më kanë ofruar dhe s'kam pas asnjë probleme me kolegët. E kuptoj. Dhe për ta mbyllur, doktor, për të falenderuar në fund, po për ta mbyllur, akuzën për dhunë në familje. Keni një përgjigje ju për këtë? Patjetër që kam një përgjigje. Dhunë në familje apo dhunë kam bërë ato të cilët kanë gjykuar me dhunë ndaj meje. Jo unë, sepse vetëm element të dhunës nuk ka aty. Për hir të vërtetës ato në momentin kur u akuzova për trafikim shkuan dhe morën bën ekspertizë mjekoligjore për të gjetur fenomenin për të gjetur fenomenet të dhunës, që ta kishin si indicje dhe ta kishin, po themi, si argument për të kaluar të trafikimi, dhe nuk arritën do që të gjenden mbas 2 vjetësh për të justifikuar mbajtjen time në burg me të padrejtë 15 muaj, dha një akuzë që s'ishte proceduar fare që para 2 vjetësh, dhe e gjetën dhe thanë që ka dhe dhunë familje, për të justifikuar qëndrimin tim. Po bazuar mbi çfarë, se dhe njeri kot nuk do ta jap, doktor. Si një? Bazuar mbi çfarë, se një njeri nuk do t'jap kohë të dhunë në familje. Bazuar, do të thonë e thash, bazuar në atë që avokati kishte përmendur, në bazuar në disa SMS, të cilat SMS të grumbulluar në 5 SMS në po themi në 3 vjet bashkëtesë, merr 3 SMS të shkputura dhe thot, po themi, në stereotipin, ajo stereotipi e bashkëbisedimeve tim me bashkëtuesen time, dhe e merr thot që unë thot më jam i bindur se kam mendimin tim që është ka dhunë psikologjike apo dhunë tjetër. E kuptova. Mirë, doktor. Kjo është llahtaria dhe makabriteti i aktualitetit qytetar. Pra ju thoni që do ta vazhdoni këtë betejë ligjore me persona të cilët kanë nga institucionet pra të drejtësisë, të cilat kanë abuzuar, thoni ju, me pushtetin, po dhe ata që kanë dashur t'ju bëjnë keq edhe t'ju gjejnë, t'ju çojnë në qeli. Patjetër. Okej, mirë, doktor, të falenderoj. Të më falenderoj për ndërhyrjen. Faleminderit për ndërhyrjen.